knatësi. Dhe sukses. Ne do të vazhdojmë të flasim me problematikat të tjera të cilat po karakterizojnë Shqipërinë. Po vazhdojnë protestat e qytetarëve atje. Shqiptarët po protestojnë tashmë pothuajse për një muaj. Kemi hyrë në ditën e 25, nëse nuk gabohem sakt, to ma përmirëson më pas edhe mysafirin me cilin do realizojmë një intervistë. Qytetarët atje po vazhdojnë të kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Në fakt kanë listuar disa kërkesa edhe të tjera. Si është situata reale atje dhe deri kur pritet vazhdojnë këto protesta? Në një linjë të drejtë për drejtë kam gazetarin Martin Marku, i cili lajmërohet nga Tirana. Martin, përshëndetje. Përshëndetje, Blendi, faleminderit për ftesën. Jemi në ditën e 25 sot të protestave, apo e thash sakt? Jo, është dita 26. Dita e 26. Me gjitha zhvillime ndjes, me gjitha zhvillime që po ndodhin këtej në Kosovë, më pas edhe në Shqipëri, nga njerë po na humbe edhe sensi. Ideja është që kemi hyrë në javën e tretë dhe po shkojmë drejt një muaji të plot. Qytetarët vazhdojnë të jenë stojek ndaj kërkesave të tyre dhe numri i qytetarëve pothuajse dita sa vjen edhe rritet me gjithë shqiptarët që vinë jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga vendet e tjera, diaspora, dhe një numër i konsiderueshëm i turistëve, cilët tashmë kanë bërë nëpër rrjete sociale, me cilët po ironizon kryeministri Rama. Po, në fakt, është shumë interesante, një protestë e cila nisi tashmë rreth një muaj më parë dhe unë për vete dhe shumë qytetarë në të gjithë Shqipërinë nuk kanë parë ndonjë protestë kaq madhështore dhe kaq të mirë organizuar, dhe madje në këto protesta që janë tashmë në ditën e 26 të sot, valvitet vetëm flamuri kuqezi, flamuri shqiptar, dhe nuk ka asnjë lloj flamurit nga partitë politike. Dhe këtë bën më interesante në fakt i gjithë kjo protestë dhe gjithë organizimi i zhvilluar në Tiranë, në kryeqytet. Marshimet në fakt apo tubimet e qytetarëve kanë ardhur nga shumë paknaqësitë e kësaj qeverisje, duhet thënë, por fillimisht nisi nga Zverneci, nga zona e Vlorës, dhe më pas u përhap në të gjithë Shqipërinë. Pati protesta jo vetëm në kryeqytet në Tiranë, por u organizuan her pas here edhe në qytetet të tjera të Shqipërisë. Sigurisht, kërkesat e veçanta të protestuesve, do të themi, Bledi, janë vetëm një është kryesorja, dorëheqja e panegociueshme e kryeministrit Edi Rama, dhe në fakt kanë dalë edhe disa kërkesa gjatë ditëve që janë zhvilluar protestat, dhe unë po i citoj disa prej tyre. Është dorëheqja e panegociueshme e kryeministrit dhe gjithë qeverisë, pra qeverisë Rama, krijimi i një qeverie teknike tranzitore për jo më pak se 12 muaj, 3 ndryshimi kushtetues dhe miratimi i tyre me referendum ku përfshihet ndryshimi i kodit zgjedhor në Shqipëri, 4 ndryshimi me ligj për financimin e partive politike, 5 kufizimi i ushtrimit të detyrës së kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate. Dhe kjo është ajo çfarë kanë cituar paktën gjatë ditëve të fundit organizatorët ose më saktë protestuesit në fjalimet e tyre. Ju siç mund ta shikoni edhe në pamjet që po servirni, në fakt ka patur një masivitet të këtyre protestave në këto 26 ditë, Bledi, dhe ajo çfarë vlen të theksohet është, siç e thash edhe në kryet e herës, pra nuk ka as flamuj të partive politike, por ka vetëm valvitje të flamurit shqiptar dhe pankartë të shumta të qytetarëve, të cilët në fakt janë nga më të ndryshmet. Sa i takon shitjes së vendit tonë, pra shitjes në shitje është disa nga parullat e protestuesve dhe një sër parullash të tjera, dhe ajo çfarë vlen të theksohet është se gjatë ditëve të fundit ka patur një pjesëmarrje të jashtëzakonshme edhe nga diaspora. Emigrantët të cilët janë prej vitesh, janë larg vendit të tyre, janë rikthyer për të bërë pjesë e këtyre protestave, të cilat kanë pushtuar pothuajse çdo mbrëmje rrugët e kryeqytetit në Shqipëri. E qartë, Martin, në anën tjetër, flasim pak për pjesëmarrësit, sepse realisht kam parë që kryeministri
shqiptar Edi Rama deri diku ka ironizuar, shpesher ka komentuar mbi pjesëmarrësit që vinë në këtë protestë. Ka shpërndar video në për rrjetet sociale të turistëve, të disa zonjave të cilat nuk flisnin fare shqip, në anën tjetër ishin të veshura me majicat cilat mbanin dhe me veshjet e tjera, kostume që mbanin simbolet e Shqipërisë, prej nga janë protestuesit dhe cili është problemi, nëse mund ta quajmë, i kryeministrit me ta. Po Bledi, është e vërtet, në fakt që prej mos përfilljes në një farë mënyrë nga ana protestuesve pas thirrjes për negociata nga ana kryeministrit, ky i fundit ka nisur me një seri talljesh, sa i takon edhe protestuesve, madje ka etiketuar disa prej protestuesve, ka nisur fillimisht me ata të cilët janë influencierët, pra duke i tallur për mënyrën se si ata kanë postuar foto dhe video të ndryshme dhe janë bërë pjesë e kësaj proteste, por fillimisht pati tentativë për negociata dhe uljen e tërës të 10 prej protestuesve dhe të arrinin një marrëveshje sa i takon kërkesave që ata kanë, por sa i takon këtyre të fundit, pra protestues, si qytetarët të cilët janë të shumë të numër, nuk kanë arritur të bëjnë asnjë lloj marrëveshje me kryeministrin, pra të ulen në një tryezë për të negociuar në lidhje me kërkesat që këta të fundit kanë paraqitur gjatë marshimeve dhe gjatë protestave të zhvilluara në kryeqytet. Dhe pas pra dështimit në një farë mënyrë të mosarritjes në negociata nga ana kryeministrit me protestuesit, ky i fundit ka nisur me një farë urrëtie apo me një farë mbledhje ndaj tyre, duke postuar, siç e thash, influencierët dhe VIP-at në një farë mënyrë, pra si ka cilësuar ai të cilët kanë marrë pjesë në këto protesta, po ashtu edhe më pas edhe qytetarët e tjerë duke i etiketuar dhe duke i gjetur në profile të ndryshme dhe duke i pohuar faktin se këta nuk janë shqiptarë të cilët e duan me të vërtetë Shqipërinë, por janë një grush personash të cilët kërkojnë vetëm të sabotojnë qeverinë shqiptare. Dhe kjo ka qenë në një farë formet ironia që ka përdorur kryeministri dhe vazhdon të përdorë edhe shpesh në rrjetet sociale. Madje vetëm gjatë ditës së djeshme ka ndryshuar edhe fotot e tij të profilit, duke vendosur atë revolucionin i cili nisi nga flamingot në zonën e Zvërnesit, pra ka mbushur të gjithë profilin e tij të Facebookut me një slogan, pra që tregon edhe pra flamingot. Dhe kjo është në një farë mënyrë një ironi që ai po përdor me protestuesit, të cilët për hir të vërtetës duhet thënë Bledi kanë qenë të shumtë në numër për gjatë gjithë këtyre 26 ditëve, pra dita 26 e mbrëmjes së sotme, ku është parashikuar që të ketë një pjesëmarrje masive, duke nisur nga ora 19 dhe duke përfunduar deri në orët e para të mëngjesit të një dite më pas, pra çdo mbrëmje, ka patur një pjesëmarrje të jashtëzakonshme, është njoftuar që do të jetë një pjesëmarrje më masive ditën e shtunë, pra ditën e nesërme, dhe është njoftuar po ashtu me datën 4 qershor një tjetër pjesëmarrje masive nga shqiptarët e diasporës, të cilët kanë njoftuar dhe janë organizuar që të mrinë në Tiranë dhe të bëhet një tjetër protestë, pra protestuesit qytetarë shqiptarë nuk ndalen, është kërkesa e vetme e largimit e kësaj qeverie, por ajo çfarë vlen të theksohet është Bledi se është kërkesë e vazhdueshme e të gjithë klasës politike prej 35 vite që ka sipas tyre ka uzurpuar të gjitha institucionet, ka manipuluar të gjitha çdo gjë pra që ndodh në Shqipëri. Martin, në anën tjetër, një gjë që mori shumë vëmendje dje në Kosovë, po besoj edhe në Shqipëri, poshtë që lajmet ishin shpërndarë gjithatje, këto protesta dhe një ballafaqim përmes rrjeteve sociale u bë si shkaktar që Iqbal Uduti, një kosovare, pra që vjen nga Kosova, të shpallet person non grata në Shqipëri për 15 vitet e ardhshme. Mund të na japësh pak më shumë detaje lidhur me këtë, si rrjedhoje çfarë erdhi ky vendim, kur u publikua dhe disa detaje për të qenë më transparent me publikun. Po, në fakt ka patur një reagim në një media gjatë ditës së sotme të Iqbal Udutit, e cila gjatë ditës së djeshme u njoftua nga pikërisht nga ministri Besfort Lamallari, i cili
në rrjetet sociale e ka shpallur këtë të fundit si person non grata, e cila prej 15 vitesh të paktën sipas njoftimit zyrtar, ajo nuk ka drejt të jetë dhe të futet në territorin shqiptar. Në fakt, një gjë e tillë ka ngritur reagimin e shumë qytetarëve të tjerë, pasi ajo gjatë ditëve të fundit ka qenë pjesë e protestës, është bërë pjesë e protestës organizuar në Shqipëri. Në fakt, sipas edhe të gjitha informacioneve, nuk është kërkuar asnjë lloj thirrje dhe nuk është dhënë asnjë lloj mesazhit sa i takon personit në fjalë, sa i takon pikërisht zonjës nga Kosova, Ikballe Hututi, e cila në fakt u shpall non grata në Shqipëri. Ajo ka cilësuar një akt shumë të rëndë dhe sipas saj paktën e reagimit që unë kam arritur të lexoj dhe të mësoj gjatë ditës së sotme, një akt i tillë është i papranueshëm për shkak se ajo nuk ka lidhje dhe me asnjë lloj mesazhi apo akti ekstrem sa i takon edhe protestës që organizohet në Shqipëri. E qartë, Martin. Dhe një pyetje kryet fundit për ta mbyllur këtë diskutim, sepse po e shoh që je edhe në vendin e punës dhe mos marrim më shumë kohë. Sa gjatë mund të vazhdojnë kështu protestat? Ka sinjale nga protestuesit se nuk janë të lodhur dhe do të çndrojnë stoik prapa kërkesës së tyre, sepse realisht pak më herët po lexoja në një media në Shqipëri se kryeministri Rama kishte ironizuar me disa stikerat të cilat ishin vendosur në tokë ku shkruhej kërkojmë ndërheqjen e Ramës. Ai kishte vendosur një tekst poshtë deri në vitin 2030, duke u referuar po besoj edhe me aspiratën për Bashkimin Evropian ose diçka të ngjashme. Në fakt, ajo çfarë mund të them me plot bindje është se shqiptarët nuk do të ndalen deri në largimin apo shporrin në një farë mënyre të kësaj qeverie dhe kësaj klase politike, do të thënë 35 vjeçare. Protestuesit në fakt janë të vendosur të qëndrojnë çdo ditë dhe çdo mbrëmje në sheshin kryesor përpara kryeministrisë dhe me thirrjet e tyre për të larguar pra këtë klasë politike dhe tërheqjen e vetë kryeministrit dhe qeverisë së tij, kryeministrit Edi Rama, dhe në fakt mbetet për të parë nëse do të ketë një përshkallëzim të protestës, sepse mund të themi është ndër protestat më paqësorë që është parë ndonjëherë në vendin tonë prej 35 vitesh. Jemi mësuar shohim të dyja krahet politike si nga ana Partisë Demokratike, po ashtu edhe Partisë Socialiste në protestat e cilat kanë qenë me molotov, kanë qenë të dhunshme, kanë qenë me ballafaqim të forcave të policisë, me garde të ndryshme, dhe kjo është një protestë model, duhet thënë, dhe unë mendoj dhe kam bindjen që do të vijoj paktën dhe nga kontaktet që unë kam patur me disa nga protestuesit apo organizatorët e kësaj proteste, të cilët janë të bindur dhe do të vazhdojnë të jenë të bindur që do të qëndrojnë në sheshin përpara kryeministrisë deri në largimin e kësaj qeverie. Nuk kam informacione nëse do të ketë përshkallëzim ndoshta në ditët në vijim të kësaj proteste, Bledi, dhe se si do të jetë mënyra se si do të përshkallëzohet kjo protestë. Ne në fakt kemi parë se çdo mbrëmje në fakt për gjatë këtyre 26 ditëve të ketë një marshim nga sheshi Gjergj Kastrioti dhe më pas në bulevardin përpara kryeministrisë dhe më pas disa fjalimeve që mbajnë të rinjt, vijojnë marshimet në rrugët e qytetit të Tiranës, sigurisht edhe me thirrjet duke u drejtuar edhe atyre që nuk janë bërë pjesë të kësaj proteste, që të dalin në protestë, atyre që qëndrojnë në kafe, sigurisht duke u bërë thirrje çoni nga kafet dhe bashkoheni protestuesve, por megjithatë kam bindje që kjo protestë do të vijojë, por se çfarë do të ndodhë mbetet për të parë, sepse edhe vetë siç e thatë edhe ju, kryeministri ka postuar një status gjatë ditës së sotme, duke pohuar faktin se ose duke lënë të largohet nga pushteti vetëm në 2030, ashtu siç ai ka pretenduar dhe pretendon se ka bërë kontratën me ata të cilët e kanë votuar këtë të fundit. Martin, faleminderit shumë për gjitha detajet që i ndave bashkë me shikuesit e Mesditës sot. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit, kënaqësia imja. Nga këtu ne shkëputemi për